një zhgënjim të madh për mua. Ju thatë para 5 viteve, kur keni kërkuar që bashkëshortja juaj të ketë dokumenta të Kosovës, të ketë në shtetësi të Kosovës, ju kanë thonë do të me prit 5 vite. Cila ka qenë arsyeja që është dashur me prit 5 vite? Në fakt, unë edhe sot nuk e kuptoj si ka, sepse mendoj se nuk ka qenë kompetent fare. Vetëm e ka thonë një laf, pa arsyetim, pa spjegim, edhe ne kemi prit 5 vite. Pa e kuptuar, ne kemi menduar se ajo është kompetent që po na i thot këto fjalë. Po nuk i keni bojo pyetje cila është arsyeja pse do të me Absolut, këtu rregullat ka thonë. Rregullat janë, ju zona do të me prit 5 vite. Ne kemi prit 5 vite kot 5 vite. Pas 5 viteve kur shkuat? Prap kemi shkuar të njëjtin byro, jo, na kanë thënë, ju doni në komunë me shku. Kemi kërku informacionin, na kanë tregu se duhet jo në Gjilan, por vetëm në Prishtinë. E për neve ka qenë një shok, si ka mundësi ashtu. Pse nëse jeni banor Gjilanit, do më thënë keni në shtetësi banor i Gjilanit, pse duhet mu transferua në Prishtinë? Se kuptoj. Unë sot se kuptoj. Seriozisht nuk e kuptoj sot. Po pastaj kur erdhë në Prishtinë? Kur erdhëm në Prishtinë, është maltretimi i dyfisht. Kam shkuar në vitin e kaluar, kam dorëzuar dokumentacionin pa termin. Ne kemi ardhën në pushim, për Zvicrës, ka stile për me dorëzu dokumentacionin. Edhe ndërkohë na kanë thonë se duhet online me po terminin. Një grua shumë e nalë, kompetente, ku i dorëzojmë dokumentat, më ka thënë mua, a ki termin online? Kam thonë, unë nuk kam informacion për online. Neve në ka që komuna e Gilanit. Mua e gruja më ka thënë, kështu shumë dyqysh brutal për mua. A lutat ka që tyje? Për cilin lutë kishte fjallën? Ma merr mendja se për kryetarin atërish ka qenë ish kryetari i Gjilanit, si lidhës demokratike, mendoj unë, lutat ka që, Gjilani është lokal. Këto se kuptova hiq për momentin. Lokal, Gjilani nuk vendos, unë jam këtu. Do të thotë... Ti kërkoje me kry shërbim, dërsa ajo të përgjesh në këtë formë. Eksakt, shtu ka qenë. Seriozisht, shumë mlefosa. Si ka mundësi, çfarë lidhje ka luta, oj motë, unë jetoj në Mërgim, jetoj në Zvicër, kemi ardhur për me dorëzu dokumentat. Nuk di unë teknikën me bo online termin. Edhe më ka larguar nga informacioni, pastaj është ardhur një zavend, një i shefit, edhe ai më ka rregulluar disa dokumente, ka thonë dush me bo një termin. Mirë po, përfundimi është data 27 prill. Kam pas dëshirë, mi pas që ta vëzhgus, apo si me thonë këta në testin, si ka mundësi mes me bo lëshime, me pas një loj mëshire, ose një loj ndime, mundet mes me ditë, mirë po, gruaja ime është ambise. Nuk është në rregull ambisen me një profesoresh, marrmi shembull, ose me një doktor, do të me pa dokumentacioni ka ketë, i kanë besoj mbi 3 kg dokumenta i kanë aty. Du të mi kontrolluar dokumentat, pastaj me këshyr testin. Gruaja ime nuk është për parlament, nuk ka me bo për doktoratur, as notën 9, 10 me marrë për me mush testin. Informacione ka
të bollshme. Unë mendoj se shumica në Kosovë amviset nuk i njohin pyetjet që i kanë parashtruar. Do të thonë, gruaja ime është shumë informume për Kosovën, ma shumë ndose une, sepse e bën me dëshirë se kemi 2 fëmijë zbashku. Në botë nuk ka, nuk besoj që ka në botë, as në Afrikë, që në 5 vitet martesë, në shtetësia i takon automatikisht o burrit o gruas. Vetëm në Kosovë bojnë ose për parti, unë nuk se kuptoj. Do të thotë, ju nuk keni kunarizim Kosovë. Në fakt, ne jemi kurorzuar në Zvicër në vitin 1993, edhe në Kosovë nuk jemi kurorzuar, por gruaja e ka në shtetësinë, do më thonë Serbisë, pastaj mas në shtetësisë Zvicrane, nuk e ka vazhduar më. Edhe ka vendos do ta merr në shtetësinë e Kosovës me dëshirë, sepse unë në fakt këtë intervistë që e bëj, unë e bëj në emër të gruas time. Unë bëj këta për apel për të gjithë rinia shqiptare që janë në mërgim. Besoj që shumë nuk ka me marë asnjë i ri në moshën 20 deri në 30 vjeçar, nuk merr me këto maltretime që na i bojnë personalisht neve mërgjimtarve. Po keni pas probleme me dokumenta tua personale apo me të fëmijëve, apo është problemi i parë që ballafaqoheni me problemet e dokumentave të bashkëshortës? Unë besoj hera parë është. Hera parë me këtë problem, si me thonë, i komplikuar për mua. Tash sa vite? Tash 9 vite, eksakt 9 vite, me 5 vite pauzë, tash 4 vite jemi në proces, në procedura të rregullta, dokumentacionin të gjitha që është obligative, do më thonë nga Gjilani duhet, të bankës, të sigurimeve, të gjitha, duhet me pru në Prishtinë. Ne kemi konsulata, kemi ambasadë në Zvicër, nuk na lejohet ajo. Vetëm në Prishtinë duhet të gjitha me kry. I kemi bo 4 vite, të 5-ën duhet me marë orë në shtetësi, në fakt, sipas provimit që nuk e ka kaluar gruaja me 27 prill, nuk na takon. Tash jemi të detyruar me marë, tash gruaja ime është lodhë, është tepër e mërzitur, sa që po thotë duhet me marë të Serbisë. Tash, më falë, nuk pe kuptoj. A politika është në pyetje, nuk e di, po neve po na bëhet një padrejtësi e rënd pa mëshirë. Nuk pe kuptoj. Gjithë këto